Në këto momente që po flasim, kam policinë bashkiake para zyrës time, të cilët duan që të hyjnë me forcë pranë zyrave elektorale të mia një ditë përpara mbylljes së fushatave, kur ndërkohë kam bërë edhe kam zbatuar të gjitha rregullore dhe siç i parashikon ligji dhe KQZ-ja. Me sa di unë, është një reagim që ka pasur bashkia lidhe me këtë rast. Nuk e për pjesën e reagimit bashkisë, ne kemi bërë edhe ne kemi ndjekur të gjitha procedurat ligjore pa u konfrontuar as në policinë as me askënd, se nuk e kemi personale, sigurisht. Janë ndjekur të gjitha hapat ligjore dhe pritet edhe nga bashkia dhe nga policia bashkiake dhe nga të gjitha llojet e tjera të instancave shtetërore që të jenë sa më të përgjegjshëm, të ruajnë qetësinë dhe të ndërmarrin vetëm hapa ligjor. Sigurisht që kur flasim për hapa ligjor, ato hapa ligjor do të merren si nga subjektet e Partisë Demokratike ashtu dhe nga subjektet e Partisë Socialiste. Pra, këto hapa kundërshtues, po them, nuk duhet të ndërmerren vetëm ndaj subjekteve të Partisë Demokratike dhe subjektet e Partisë Socialiste të lihen pa u konstatuar.